Këto janë 5 produktet që nuk skadojnë asnjëherë. Mund të qëndrojnë përej vitesh në dollapin tuaj dhe sërish mund t'i konsumoni. Cilat janë disa nga produktet kryesore që nuk njohin datë skadence? Në krye të listës qëndron kripa. Në fakt, është një mineral dhe jo një prej produkteve dhe për këtë arsye edhe nuk prishet, gjithmonë nëse qëndron larg nga lagështia. Uthulla. Uthulla gjithashtu nuk njeh datë skadence, por për ta mbajtur duhet i plotësoni disa kushte. Vendoseni në një enë qelçi larg dritës dhe ngrohtësisë. Qumshti i pluhur. Qumshti i pluhur i përpunuar mund të ruhet për një kohë të gjatë edhe të mbahet i pandryshuar nga vlerat ushqimore. Orizi, se ruhet në një vend të sigurt, larg insekteve dhe produkteve të tjera, nuk njeh datë skadence. Likerët të ndryshëm. Ato nuk skadojnë për shkak të përbërjeve të alkoolit, në këtë mënyrë bakteriet shkatruese qëndrojnë larg dhe duhet t'i mbani gjithashtu në temperatura të përshtatshme.